thonë Rasulullah alayhi salam, atë ju njoftoj për gratë më të mira xhenetit. Kanë thonë gjithsesi ja Rasulullah, ka zonë të cilat janë ato. Thonë Muhamedi alayhi salam, gruaja e cila është e dashur, e butë, nga kur hidhrohet ajo, gruaja vetë hidhrohet, pe diçkafit që ajo ka të baj me atë çështje dhe hidhru, kur hidhrohet ajo, ose i bëhet padrejtësi asajna, prej kujna, prej vallahu alem, ose prej burrit sajna, i bëhet padrejtësi asajna, edhe është nervoz, bëhet nervoz, hidhrohet gruaja, ose hidhrohet burri sajna, hidhrohet vetë, i bëhet padrejtësi, ose hidhrohet burri sajna. Në këto tri raste çka bën kjo gruaja që e ka përshkruar Muhamedi alayhi salam si gruaja më e mirë e xhenetit, ka thonë Muhamedi alayhi salam, kjo grua në këto raste i thot burrit vetë që dora jam. Nuk i msheli syt me pushu derisa të je i kënaqur me mua, derisa të pushon zemra edhe të kënaqesh me mua. Do të thënë qëllimi i sajna është që burri sajna me ka një kënaqur, ato që dora jam. Edhe nuk pushoj, edhe nuk rahatohena derisa pajtohemi, edhe të rahatohemi, edhe të pushon zemra. Ky lloj grave, ka thënë Muhamedi alayhi salam, janë gratë më të mira xhenetit. Ato që qëllim prej qëllimeve kanë që burri tyne me kanë i kënaqur, edhe nuk flajnë vetë duke qenë burri tyne i kënaqur me to. Mos harroni o muslimane që Allahu azza wa jall u ka bë obligim që me kanë burri juve i kënaqur me juve, jo dikush për njerëzve. Allahu azza wa jall e ka caktu këtë rregullore në dunja. Burrit duhet me kanë i kënaqur me ty, por shkak se nuk funksionon ryshje vetë duke qenë burri i kënaqur me ty. Nuk funksionon. Nuk funksionon familja, nuk funksionon puna, nuk funksionon kurgjafi. S'ka bereqet nëse burri nuk është i kënaqur me ty. Kështu që nuk është çështje thjeshtë e motra jonë. Munau për hir të Allahut azza wa jall që burri me kanë i kënaqur me ty.